Din çfarë vese edhe çfarë dukuri negative. Zotri, imamët në përxhamia bajnë thirrje edhe janë kundër le shumë gjana tjera, po edhe kundër vozitjes së veturave nga gratë. Ku, në Kosovë? Në Kosovë, në YouTube, në televizion, ku do i ke. Kush është ai? Një prej tyre është Molla Shefset Krasniqi. I dim qëndrimet e tij cilat janë. Unë për herë parë këtu po ndëgjoj, nuk dëgjoj. Po. La ilaha illallah. Ja qëmë në selam në aty në themi, se në njetën tonë nuk e me thonë kur, se gruja nuk bën me vëzit. Ja, unë në këtë kontekst, as me uleman, hoxëllar të Arabisë Saudite nuk pajtoj. Një numër i konsiderueshëm, jo krejt, një numër se fetvaja zyrtare në Arabinë Saudite, fetvaja zyrtare është se femrat nuk bën me vëzit, dhe është e vetmi shtet në botë ku femrat nuk kanë drejt me vëzit. Unë nuk pajtoj me ta në këtë kontekst. Ja, nuk pajtoj. Unë e them, femrat dohet me vëzit. Femrat dohet me vëzit. Për shumë shkaqe. Për shumë shkaqe. Edhe dobit janë të shumë të azar me numru. Pastaj, unë mi nga për mas grus tema, kom kohën e me marrën me grutem ka peqote baba, bërët e baba, që në shëtore, unë e kom koha, unë nuk jem shërtor, unë. Nuk jem bëdi havgji. Mua me mjaftën lajme, informata, leja, se unë do qëkaj të baba, të nana, dhe kry me selja. Që qërë, sa të fesnike shka? Dhe po, sa për një hërim, asin bo marak, po, ngruja me kalin e kjerën, edhe vëzit kjerën. Unë do të jam punëtori një kompanie të sigurimit. Edhe kjo është argument dëshmi se edhe mjeftin me kanë ngushtuar një vend, kështë e mundu me ngushtu në realitet, së përmenë cilë në mision, jenë mundu me ma ngushtu mjeftin, me ma gjujtë mu, se si shej i një ekstremizmit që komon kishe, është saj jep këtë fetvat njëtën, se nuk bën me vëzit gruja kjerën, e ta në mjeftu i për digjë, thëti jo, së është të vërtet, bile gruja shëfqetit, e vëzit kjerën, dhe në qashtu është e vëzit. Unë nuk kem shefe që ato qërë.